Përshëndetje të dashur nxënës. Vazhdojmë me mësimin në distancë me qëllim që të ruajmë shëndetin ton nga koronavirusi apo COVID-19 i njohur, pandemi që është shkaktuar kohëve të fundit me të madhe në gjithë globin. Jemi të detyruar që të mësojmë mësimin në distancë dhe të ruajmë shëndetin ton. Unë për ju sot nga lënda matematikës për nxënësit e klasës 6, pra e cek për nxënësit e klasës 6, kam përgatitur njësinë mësimore, shndrimi i njësive matëse njëra në tjetrën. Mësimin e keni në libër në matematikës në faqen 155. Pra, për ju nuk janë të panjohura këto njësit matëse, për arsye se në gjysmëvjetorin e parë ne kemi folë për njësit matëse për masë, për longje, për gjatësi, kështu që këto janë vetëm një përsëritje asaj që kemi mësuar në gjysmëvjetorin e parë dhe zgjerim të njohurive më të qeshme. Pra, të kujtohemi se një masitë të matur mund ta shkruajmë në më shumë mënyra të ndryshme. Do të thonë, për shembull, metrin mund ta paraqesim në centimetra, në milimetra, apo kilogramin në gram, në miligram, apo litrin në mililitra e kështu me radhë. Të marrim për shembull, kemi një gjatësi 1/575 metra, do të thonë mund ta shkruajmë në metër dhe centimetër, që do të thotë 1 metër 57/5 cm, po mund të shkruhet edhe në centimetra, do të thonë 1 metër ka 100 cm plus 57/5 cm fitohet 157/5 cm. Në qoftë se e shndrojmë në milimetër, do të kemi 1575 mm. Apo rastin në litrin, për shembull 1/456 litra, mund ta shkruajmë në litra dhe mililitra, që do thotë 1 litër e 456 mililitra, 1 litër ka 1000 mililitra plus 456 mililitra fitohet 1456 mililitra. Këto janë dy shembuj të cilët neve do të na ndihmojnë në zgjidhjen e detyrave, në 4 detyra që kemi në faqen 155 në libër. Pra, të marrim disa detyra, do të thonë detyra që i ceka në faqen 155 dhe t'i zgjedhim ato. Marrim detyrën e parë. Detyra e parë thotë: vërgimi ka matur në metra gjatësitë e pjesëve të ndryshme prej drurit. Do të thonë ka paraqitur në tabelë, ne atë tabelë do ta vizatojmë në fletore dhe t'i plotësojmë duke shënuar në metra dhe centimetra, vetëm në centimetra dhe vetëm në milimetra. Vërgimi ka matur vetëm në metra. Për shembull, gjatësi që ka matur vërgimi ke 15 metër, 12/6 metër, 23/8 metër, 13/45 metër, 20/89 metër, 17/09 metër, 12/245 metër dhe 30/075 metër. Tash neve e kemi për detyrë që këto njësi të matura në metra t'i kthejmë në metra dhe centimetra. Për shembull, nëse marrim 15 metri, ta shkruajmë edhe në centimetra, dihet se 15 metër të shkruhet edhe në centimetra, mund të shkruhet si 15 metër 0 centimetër. Ta shkruajmë vetëm në centimetra, do të thonë 1 metër ka 100 centimetër, 15 metër 100 bën 1500 centimetra. E në milimetra 1500 centimetër. Tani e dim se 1 centimetër ka 10 milimetër, e shëmzojmë me 10, 1500 centimetër dhe fitojmë 15000 milimetra. Vazhdojmë me 12/6 metrin, do të thonë mund ta shkruajmë 12 metër 60 cm. Në centimetër do të jetë 1260, do të thonë largohet metri, mbeten vetëm 1260 dhe në milimetra tani i shtohet edhe një 0, fitohet 12600 milimetra. Të shohim gjatësinë 23/8 metër. 23/8 metër nëse e shënojmë në metra dhe centimetra, do të kemi 23 metër 8 cm. 80 cm. Nëse shkruajmë vetëm në centimetra, do të thonë 23 metër ka 2300 cm plus 80 cm fitohet 2380 cm. Do të thonë 2380 cm në shëmzojmë me 10 fitojmë 23800 mm. Vazhdojmë gjatësinë 13/45 metër, mund ta shohim 13 metër 45 cm. Në centimetra vetëm kemi 1325 cm dhe në milimetra 13450 mm.
Vazhdojmë gjatësinë tjetër 20/89 metër, 20 metër 89 cm, do me thënë te presja dhjetore vëndojmë metrin. Pas në vend të metrit, pasi largojmë presjen dhjetore, vëndojmë centimetrin. Dhe tash në centimetra largojmë metrin, mbeten 2089 cm, shumëzohet 2089 me 10, fitohet 20.890 mm. Njëjtë vazhdojmë me 17 presje 0,9 metër, pasi 0,9 metër është 9 të 100 e metrit, atëherë mbetet 9 cm, ke 17 metër e 9 cm më të shuim, ose 1709 cm, ose në milimetra 17.090 mm. 12 presje 225 metër, mund të shkruajmë 12 metër e 24 presje 5 cm, ose në centimetra 1224 presje 5 cm, në milimetra do të jetë 12.225 mm. Shojmë 30 presje 0,75 metri, mund të shkruajmë si 30 metër e 7 presje 5 cm, ose 3007 presje 5 cm, në milimetra do të jetë 30.075 mm. Kjo është përsa i përket detyrës parë, zgjidhja e detyrës parë. Shojmë detyra e dytë çfarë kërkon. Detyra e dytë thotë shndroj në gram, kemi njësi në kilogram, ti shndrojmë në gram. Për shembull, në A kemi 1 presje 9 kg, në B 3 plot 1 dita kilogram, në C 12 plot 3/4 kg dhe në C 9 presje 0,5 kg. Ne dim se kur përgjithësim detyrën parë kemi thënë, në qoftë se shndrojmë njësi më të mëdha në më të vogla, atëherë duhet të shëmzojmë. Ne dim se 1 kg ka 1000 gram, atëherë këto shëmzohen me 1000. Do të thonë, rastin A, 1 presje 9 kg e shndrojmë në gram në atë mënyrë që 1 presje 9 e shëmzojmë me 1000 dhe fitojmë 1900 gram. 3 plot 1 dita kilogram është 3 presje 5 kg, do të thonë 3 kg e gjysmë. Kur e shndrojmë në gram, 3 presje 5 herë 1000 fitohet 3500 gram, 12 plot e 3/4 kg, 3/4 është 0,75, dhe më thënë 12 presje 75 kg, kur shndrojmë kemi 12.750 gram, dhe 9 presje 0,5 kg, dhe më thënë 9 presje 0, në shëmzojmë me 1000 fitohet 9.050 gram. Kjo është zgjidhja e detyrës dytë, të cilën ju e keni në libër në faqen 155. Ne thamë fillim, do të punojmë në atë mënyrë që detyra do të zgjedhim bashkë. Detyra e tretë thotë shndroj në mililitra. I ke në litra, njësit duhet shndrojnë në mililitra. Njëjtë sikur se te detyra e dytë, që thamë duhet shëmzohet me 1000 gram, edhe këtu 12 presje 25 duhet shëmzohet me 1000 mililitra që ta shndrojmë në mililitra. Pra, 12 presje 25 e shëmzojmë me 1000, fitojmë 12.250 mililitra. 5 plot 1 dita është 5 presje 5 litra, kur shëmzohet me 1000 fitohet 5500 mililitra. 12 plot 1/4 është 12 presje 25, pasi 1/4 është e 25 pjesë e 100-ës, dhe me thënë 0 presje 25, 12 presje 25 herë 1000 bëjnë 12.250 mililitra, dhe 100 presje 0,65 litra, dhe me thënë 100 presje 0,65 litrin, e shëmzojmë me 1000, fitojmë 100.065 mililitra. Pra, kjo është zgjidhja e detyrës së tretë, e tani shohim detyra e katërt. Po te detyra e katërt, unë vetëm do t'ju jap një shembull se si duhet punoni, kurse 4 shembuj tjerë ju duhet t'i gjeni vetë. Pra, në sa mënyra mund ta fitojmë gjatësinë e përgjithshme prej 1 metri, nëse marrim nga një gjatësi prej çdo grupi të masive të dhëna. Keni 3 grupe të masive, grupi parë, grupi i dytë, grupi i tretë. Ne do të gjejmë në secilin grup, në grupin e parë, për shembull, nëse e marr 0,2 metër dhe 0,5 metër, bëjnë 0,7 metër, dhe 0,3 metër fitojmë 1 metër, ose 12 cm plus 35 cm, nëse mbledhim bëjnë 27 cm. Ne duhet gjejmë këndu 53 cm që bëjmë 100 cm. Dhe me thënë, në këtë mënyrë duhet punoni. Unë kam marrë rastin, për shembullin 0,2 metrin, ja ku e kam nënvizu, 0,5 metër, kur i mbledhim bëjnë 0,7 metër,
plus 0,3 metër, që fitohet 1 metër. Tani, 4 shembuj tjerë, ju duhet t'i gjeni vetë. Pra, duhet punoni në mënyrë të pambarur dhe t'i gjeni vetë. Shpresoj se në detyrën do t'ju ndihmoj shumë në detyrat në shembujt që ju duhet t'i punoni më të gjë. Ju falenderit për vëmendjen. Shpresoj se ju ka pëlqyer prezantimi im. Ju dëshiroj suksese në punën tuaj të pambarur, domethënë në zgjedhjen e detyrës 4 ti caktoni 4 shembuj tjerë dhe mundësisht punoni në mënyrë të pambarur, gjithmonë duke tentuar të ruani shëndetin tuaj dhe shëndetin e më të dashurve tu. Ju përshëndes, kaloni bukur, dëgjohemi në orën e ardhshme. Ju falenderit.